Në fundit, ju një struktura, ju njëtën kohë dhe e për atje, që mësë që kanë me vetëndosje në balotazh, kishra me kanë me dikon tjetër, ju një kryetar për shembull i për Kjo tregon se vetëvendosja nuk ka standarde, edhe sistemin e vlerave ka të çrregulluar. Edhe me një situatë kur s'ki sistem të vlerave të qëndrueshëm, edhe kur nuk ki standarde, po vepron ad hoc, çdo gjë pritet, edhe çdo gjë është e mundshme. Mirë, po unë kam apeluar edhe në kryesitë të partisë që të kemi kujdes që mos t'i përkrahim kandidat e lëvizjes vetëvendosje në për ballotazhe në për komuna tjera. Pse s'do dytore? Ka të bëj pash edhe me ballafaqsimin ju që ki për prizërin Martana Broshin apo në nivel nacional. Në di që nuk jeni politikan përderisa fillon me analizuar dhe gjuhën edhe emocionin politikanë, di që nuk je përmisave ty në të mahallave të politikanëve të mahallës të pa ka pas thonë. Pikërisht pse përmendëm fillim domin që ka shkaktuar lëvizja vetëvendosje e reputacionit të Kosovës në arena ndërkombëtare, edhe problemeve që ka shkaktuar brenda territorit të komunës, brenda territorit të Kosovës. Pikërisht për këtë arsye nuk duhet përkrahen kandidatë të asaj partie, sepse ata kandidat nuk vendosin asgjë. Përveç emrit vetëvendosje, kur gjë tjetër vetë nuk vendoset aty, vendos një person në stilin one man band, prandaj si të përkrahen persona të cilët janë kuklla, janë figura, edhe si të përkrahet një parti e cila i ka sjell gjitha dëm reputacionit të Kosovës në arenë ndërkombëtare, edhe kvalitetit të jetës në brendit e teritorit të Kosovës. Tash me fillu me shifra ekonomike, dalim diku tjetër, veç një shembull po jap. Investimet kapitale në vitin 2024 ki pas diku 40%, 45%. Paraja e cila rrin e deponuar në xhirologari nuk futet në qarkullim, është letër. Qarkullimi i gjakut për trupin e njeriut është i barabartë me qarkullimin e paras në ekonomi. Paraja duhet qarkullon. Ata i kanë hekë me qarkullimit, i kanë bloku, edhe për para zgjedhjeve kanë ja 2-3 ditë, përshëndrohen në organizatë jo qeveritare, humanitare, përshën ka 100 euro studentave, pensionistave, nanave, lehona, kështu me radhë, që ka dyshim serioz për një blerje të votave në mënyrë legale, e cila do duhet të analizohej nga organet e hetimit. Zoti Totaj, dje kishte edhe në kryetarin të zotin Lutja Aziri, pikërisht përket çështjeve të koalicionit, apo negociot tinza, ata shitojmë kon konspirative, po flaset për gjithë çka, që tjetër sa po thonë njerëz publikisht, tjetër sa po ndodh. A ka negociuar dikush për PDK-s me zotin Kurti? Apo është valid qëndrimi publik? Jo, për sa kam unë informacione, edhe asnjë indikacion nuk e kam pa të askush që do të kishte pas mundësi të negociohet dhe të bisedohet me zotin Kurti. Na kemi qenë transparent, kemi qenë gatshëm, Memli ka pas takime me zotin Kurti, por nuk ka pas gatishmëri nga ana e tij, kurse tash nuk ka asnjë tendenca, nuk ka asnjë ambicie që me negociu në mënyrë të msheft. Çdo gjë që është publike, është transparente, sepse veç ashtu ka kuptim. Jam shumë i sigurt për aq sa unë kam informata, edhe për aq sa kum po, edhe kum rrim me lexu mes rreshtave, nuk ka asnjë ambicie. Bile ka tërheqje të vëmendjes që keni kujdes, mos hini në ato ujë në turbullta, se mund me pas masanej pasojat cilat nuk mund t'i dim cilat janë. Po, si e pe deklaratën e zotit Kurti në Londër me bashkëdhetarë, tha toksifikimi është bërë toksike zgjuha politike. Po ai po mendon që gjithmonë vlen ai sistemi sulmi ose mbrojtja më mirë. Pikërisht zoti Kurti e ka bërë çat toksifikim. Vet ai si individ, për krahas të tij, e mos flasim për rrjetet sociale, ajo ushtria e Facebookit e cila nuk kalon njeri pa ofendu, nuk kalon njeri pa kërcnu, nuk kalon njeri pa sha. Mua shkam shkruajnë, vjen marrë me tregu ty si dos që të kam, e le mo audiencës publike. Do të thonë personi që e ka dhënë kontributin shumë të madh për çat toksifikim, tash akuzon tjetër kënd për një toksifikim të tillë, që është nonsens. Si pat polemikat me zotit Rama dhe lëvizjes vendosjes, se letra u çupi lëvizjes vendosje lidhur me protestën organizuar nga organizatat e dalë nga lufta në Tiranë. Shikoni, mendoj që duelet tilla s'ka nevojë Kosova, as Shqipëria, as kombi shqiptar. Ka qenë një protestë organizuar për një qëllim fisnik, për mbrojtje të besimit në drejtësi, edhe për mbrojtje të besimit në pafajësi. Edhe mendoj që bishfrytzu atë situatë për duele politike, për debate politike nga ana e kërkujt, nuk është e mirëseardhur, mirë po definitivisht zoti Kurti ka bërë një lëvizje spektakolare nga një person që ka reklamuar bashkimin kombëtar në një person tjetër i cili nuk komunikon në mënyrë direkte, as nuk flet me kryeministrin shqiptar, që kjo për mua është një paradoks i llojit të veçantë, që çka ki me komentu më tepër, kur dy kryeministra, dy shteteve shqiptare nuk flasin mes vetë.
Çka flet kjo? Është hera parë që kemi situatë të tillë. Kjo është një kaluar mosmarrëveshje me zotin Tasi, zotin Berisha, apo ka pas Shikoni, mosmarrëveshje mund të ka pas bashkë kanë prej tunelin, bashkë rrugën e kombit, ka pas në situata kemi pa bashkum. Me qenë se jemi në politikë, gjithmonë lejohet